Flok të thatë janë një krem natyral që i bën të butë që në përdorimin e parë. Gjithnjë më shumë njerëz po heqin dorë nga produktet industriale për flokët dhe po kthehen te kremrat natyral të bërë në shtëpi. Sipas specialistëve, shumë shampo dhe maska tregu përmbajnë kimikate që me kalimin e kohës i thajnë dhe i dobësojnë flokët, sidomos nëse përdoren çdo ditë. Kremi që po bëhet viral me vaj ulliri, vaj kokos, mjalt dhe kos. Këta përbërës ndihmojnë në hidratimin e flokut, zbutjen e fijes, rikthimin e shkëlqimit natyral, mbrojtjen e majave të dëmtuara. Si përgatitet ky krem natyral? Vendos në një tas një lug vaj ulliri, një lug vaj kokosi, një lug mjalt natyral, 2 lug kos të thjeshtë. Përzije i mirë derisa të krijohet një masë kremoze. Përgatitja zgjat vetëm 2 deri në 3 minuta. Si përdoret? Kremi aplikohet në flok pak të lagur nga mesi drejt majave. Masazhohet lehtë dhe lihet të veprojë 20-30 minuta, më pas shpëlahet me ujë të vakët dhe shampo të lehtë. Përdoret një herë në javë. Ekspertët theksojnë se rezultatet nuk janë të menjëhershme, por pas disa përdorime shumë persona vërejnë flok më të butë, më të shëndritshëm dhe më të lehtë për t'u krehur. Mesazhi është i qartë. Nganjëherë kujdesi më i thjeshtë është edhe më efektiv.